Po jo, pse ndodh Arsyeja se përse nuk shkohet ke Erion Veliaj në këtë rast, dhe është shkuar ke një drejtor në pension që ende e mbajnë në burg, që është e turpshme, ish drejtori i Bashkisë Tiranë që ndodhet në burg, i dalë në pension, është qesharake, apo drejtor tjerë nuk e kanë bërë drejtorët aferën e incineratori Tiranë. E ka bërë Kupola, ka qenë afera personale e kryeministrit. Po pse e ka dhënë këtë zgjidhje sipas jush prokurori? Sepse shkohet ke kryeministri, nëse goditet ish kreu i Bashkisë Tiranë. Dhe ju duke thënë që Rama ka kapur Spakun? Patjetër, pa diskutim se vetëm sot po e dëgjoni ju këtë? Pa diskutim. Jo, që ju e keni thënë me miliona herë, e keni thënë, po tani Rama ka kap Spakun dhe ja 20 bashkëpunëtorë të ngushtë janë në burg. Kërcet kjo Ato që do Rama. Ato që do Rama janë në burg. Ata që ka urdhëruar Rama. Më del llogaria. Ata që Rama ka dhënë okein dhe dritën e shile që të shkojnë aty ku. Ja, një sekondë. Domethënë, ti je duke thënë, ju jeni duke thënë që e mbështesin Spakun kur arreston Erion Veliaj tjetrin dhe jeni në rregull tu. S'jam në rregull, unë atë po them që nuk jam në rregull. Aktualisht nuk jam në rregull. Arrestimin e Erion Veliaj. Fillimisht po, në momentin që ka ndodhur, por unë sot në studio po ju them, ish kreu i Bashkisë Tiranë nuk mbahet në burg sot për aferat që duhet mbahet. Ai prokurori që ka, të çështje ka, s'ka lidhje me atë. Dhe këtu duhet bëjmë diferencën me Belindin në këtë rast që e ke në studio, që unë kam thënë që në rastin e kësaj çështje, unë duartrokas punën e prokurorit Dado, i cili është linçuar, intimiduar, goditur, është shpifur, është hedhur balë mbi të, nuk është drejtësinë nuk e përcakton ju zoti Kolliçi. Drejtësinë përcakton prokurori dhe gjykatës. Unë kam opinionin tim, në bazë të opinionit tim, edhe si politikan, edhe si një person që i njoh këto çështje, më rezulton që zoti Dado në këtë rast ka bërë një punë voluminoze bashkë me zotin Dumani, se janë të dy në dosje. Kanë bërë një punë voluminoze dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Në këtë rast e veçoj. Në rastin e inceneratorit Tiranë, prandaj duhet ndalem, është bërë një punë qesharake dhe i është hedhur hi sy qytetarëve sepse kjo aferë shkon të çon deri ke Edi Rama, se është Edi Rama që ka firmosur një VKM ku ka dhënë 8% të pikëve bonus, një kompanie që nuk ekziston në dhjetor të vitit 2016. Jo, vetë problem, zoti Kolliçi, okay, ju mund të keni të drejtë, po i vetmi problemi është që të vendos gjykata se vendos Belit Kolliçi. Po patjetër më po unë opinionin nuk ma vendos gjykata se çfarë opinioni kam. Po jo, ju keni thënë këtë që Spaku është organizat kriminale. Se çfarë qëndrimi kam. Unë nuk e kam thënë si Belind, unë si Belind nuk jam shprehur në terma të tillë. Por që brenda Spakut ka prokuror të kapur nga politika, që brenda Spakut ka prokuror të ndikuar nga mazhoranca, që brenda Spakut ka prokuror që bëjnë lojën e mazhorancës dhe Edi Ramës, ky është fakt që nuk ka njeri që mund ta mohojë. Sepse ndryshe ne do të kishim sot para drejtësisë Erion Velin, Ëngjëlla Gaçën, Edi Ramën për çështjen e inceneratorit Tiranës. Do të kishim Erion Velin për PSD-n. Nuk mundet të pretendojë dikush sot në Shqipëri, që kanë mbledhur 5 drejtor kryesor të Bashkisë Tiranë, kanë hapur një kompani që quhet PSD, 5 drejtorët, kanë marrë 40 milionë euro tendera nga Bashkia e Tiranës me firmën e Erion Veliajt, kanë marrë 3 leje ndërtimi që vlen 90 milionë euro. 90 milionë euro ja ka firmos Erion Veliaj dhe Erion Veliaj nuk di gjë. Dhe këta janë njerëzit më të afërt të Erion Veliajt. Domethënë këto nuk e kapdi dot. Zoti Kolliçi. Prandaj them që kur flasim për Spakun, duhet jemi racional. Aty ku ka bërë punë, patjetër t'i jepet kredit për punën që ka bërë, aty ku ka çeduar dhe nuk e ka bërë punën, pa diskutim, nuk duhet patur kompleksi që ne të kritikojmë Spakun, se në fund të ditës ju nuk dëgjoni nga unë as fyrje, as linçim për as kënd, por dëgjoni që të kërkohet apo të bëhet presion publik për të mirën e punës dhe të kërkohet drejtësi. Ore vendosni, nëse Belindi ka gënjur për inceneratorin për PSD-n, të mbaj unë përgjegjësimë. Po nëse unë pas kam drejt, kallëzimet që kanë të drejta, si ka mundësi nuk i shkohet në fund? Okej, pyetja ime drejt për drejt, kur zoti Berisha tha që Spaku është organizat kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, çfarë menduat në këto momente? Mendova që sigurisht për shkak të eksperiencës personale të zotit Berisha, ku është burgosur, është arrestuar lideri i opozitës në kundërshtim me kushtetutin, është mbajtur në arrest shtëpie 333 ditë pa fakte, pa prova, pa asnjë akuzë, vijon të ketë një proces qesharak ndaj tij, të udhëhequr nga Spaku. Jo, a jeni dakord që të shkrihet Spaku? Vijon që një gjyqtare me 3 mbiemra e deportuar nga Greqia. Okej, jam absolutisht dakord. Gjyqtare e marr peng, të keq përdoret për një çështje politike ndaj kreut të opozitës. Sigurisht mendoj që njeriu ka edhe dimensionin e tij personal, edhe dimensionin e tij vetjak, edhe dimensionin e tij njerëzor dhe është në drejtën e tij tërësisht legjitime
për të thënë ato që ndjen në çdo moment. Nga ana tjetër, e vërtetë është që zoti Berisha i është referuar SPAK-ut si një organizatë kriminale, por e vërtetë është që me javët në vijim, në deklaratat e fundit, jo. Zoti Berisha ka thënë që ne do ta reformojmë, pa diskutim, bazuar edhe në opinionet e Komisionit të Venecias. Me 94-95 vota. Dhe ndaj plotësisht të njëjtin qëndrim me zotin Berisha për sa i përket reformimit të SPAK-ut, ata kjo drejtësi e ashtu quajtur drejtësi e re ka rezultuar që është një dështim deri tani. Një qytetar i zakonshëm shqiptar i duhet 10 deri në 15 vite. Ata që s'imagjinoheshin zoti Kliçi. Po, ata që nuk imagjinoheshin janë arrestuar mbasi kanë bërë miliona euro, kanë vjedhur buxhetin e shtetit, kanë vjedhur qytetarët. Po tu është vjedhur edhe e Shqipërisë dhe ata individ sot janë arrestuar për vepra qesharake, siç ndodhi dhe me Ilir Beqen, që u arrestua për fondet e Bashkimit Evropian që kishte çuar në restorantin e tij Gzona, që e dinte çdo njeri i madh dhe i vogël që është restoranti i Ilir Beqes, vetëm SPAK-u kujtua 4 vite me vonesë, nuk kishte njeri që nuk e dinte, dhe ndërkohë nuk është mbajtur përgjegjës për aferën e sterilizimit dhe të check-upit. Pra, për këtë po flasun. Nëse i shkohet deri në fund aferave, ti shkohet në fund për çdo njeri, më për Belindin parin, për çdo njeri, për babën tim nëse ka shkel ligjin në këtë vend, për çdo njeri. Po, sy qytetarëve nuk mund t'i hidhet. Me të vërtetë janë arrestuar, po pse Lefter Koka i ka bërë inceneratorët? Çdo muaj ngarkohet Lefter Kokës nga një incenerator. Çdo vepër penale që ndodhi ngarkohet Lefter Kokës. Me të vërtetë Lefter Koka ka firmosur. Po pse më ka budallaj që nuk e di që 17 vendime brenda ditës nuk i kalon dot Lefter Koka? Po Ngjella Gaçi pse nuk thritet? Është personi që ka marrë djeni edhe për procedurën e inceneratorit Elbasanit, që ishte procedurë që nuk ekzistonte në ligj. Drejtori APP si çonte shkres për djeni Ngjella Gaçi, i thonte ore kjo procedurë, negociat pa shpallje, nuk ekziston në ligj në prokurimeve dhe ka kaluar në me vendim Këshillit Ministrave, mbledhje qeverie. Përse nuk mbahet i para drejtësisë, pse nuk merret i përgjegjshëm Ngjella Gaçi për këtë rast? Pse nuk mban përgjegjësi? Përse nuk thritet Edi Rama për t'u pyetur që si ka mundsi një kryeministër i një republike, me drejtsinë parlamentare, nuk funksionon kështu. Me që doli Belind Kliçi atje, me që kanë dalë letrat, me që është vjedhur. Dakor, me që bien dakord që incenerator nuk ka. Jo e vendos gjykata, as prokuroria madje se vendos atë. Deri para 3 vitesh, nëpër mediat shqiptare, 4 vitesh, nëpër mediat shqiptare, në televizione kombëtare, kemi parë dhe dokumentar se sa mirë funksiononte inceneratori i Tiranës. Kemi parë edhe reklama sa i bukur ishte inceneratori i Tiranës. Kemi parë edhe studimet e Universitetit Bujqësor se sa mirë po i bën mjedisit inceneratori i Tiranës. Po ne dilim dhe thonim incenerator nuk ka, dhe këtu po viden parat. Tani 4 vite më pas, të gjitha këto që ne kemi thënë kanë rezultuar të vërteta. Tani unë nuk po të them që SPAK-u të reagoj pse po thot Belindi apo një zyrtar i Partisë Demokratike apo një opozitar. SPAK-u të reagoj për të treguar ku kanë vajtur paratë e qytetarëve. Po si ka mundësi Belindi i vetëm me 2-3 vullnetar të Partisë Demokratike, arrin dhe çon në SPAK mira faqe dokumenta, email, komunikime për inceneratorin, gjejun prona dhe asete të presanomeve të inceneratorit Tiranë, çojun statement bankar në përbot, çojun të dhëna se ku i kanë pronata, ku i kanë asetet, pronarët e inceneratorit Tiranës në letra, se e dim de facto pronar. E dim gjithë pronar faktik është Erion Velia dhe Edi Rama, ka thënë Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministri për 10 vite, dhe këto nuk i gjen SPAK-u. Po si ka mundësi i gjejun dhe nuk i gjen SPAK-u? Dhe kur e thot Arben Ahmetaj, në fakt është shumë i besueshëm. Unë pres ta thot gjykata. Një person që ka qëndruar në krah të djathtë të kryeministrit për 2 dekada. Jo, nuk e ndaj dot këtë engjëllim me djallin në këtë rast. Një person që ka qenë zëvendës kryeministër. Nuk e ndaj dot këtë zoti Kliçi. Kur janë firmosur këto afera. Unë pres ta thot gjykata, po jo Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj. Një person që ka refuzuar me shkrim dhe ka lënë dhe gjurmë për inceneratorin e Tiranës, që nuk e ka financuar kur ishte ministër financash. Ju e fustit Arben Ahmetaj në një sport me zotin. Dhe vijoj ta fus më. Jo, patjetër. Që thati besuat? Jo. Po e besove, nuk e fus dot. Për këtë çështje ka të drejtë se ka lënë dhe gjurmë. Pra, më rezulton unë do doja shumë ta kapja Arben Ahmetajin të përfshirë në këtë aferë. Nuk e gjej dot. Në inceneratorin e Tiranës nuk e gjej dot. Ani keni interes sepse ai ka bërë një mea culpa me opozitën, po jo me publikisht para se të bënte mea culpa. Nuk e gjej dot më Arben Ahmetajin sepse nuk ka firmë të tij. Përkundrazi, ka një firmë që e refuzon financimin. Dhe zëvendës kryeministri del dhe thot shiko, dhe Erion Velia që e ka firmosur, e ka thënë deklaratën e fundit, e ka detyruar Edi Rama kryeministrit ta bëjë këtë gjë.
Atëherë si ka mundësi nuk merret Spaku me këto deklarata? Si ka mundësi e gjen një gazetar Arben Ahmeta një herë në 3 muaj për të marrë intervistë dhe nuk e gjen dot Spaku? Kjo si ka mundësi? Jo, kjo është pyetje me vend. Po si ka mundësi? Te bën policia. Po si ka mundësi? Interpoli e bën policia, bën gjithë bashkë. Policia është shtetit, nuk është e Spaku. Po si ka mundësi? Pra kjo nuk ndodh. Jo, jo me Spaku, kjo s'lidhet me Spaku. Po si ka mundësi nxjerr unë adresën se ku rrin Mirel Mërtiri në Vjenë, ku drekon dhe ku darkon me grupin e strukturuar kriminal. Dhe nuk e bën shteti jonë shqiptar. Po se bën Spaku këtë. Po e bën dhe Spaku. Jo, Spaku. E bën Spaku, lëshon Spaku jep një. Lëshon urdhër ndërkombëtar, kërkimi etj. Dhe nuk e gjen. Jo, ka urdhër, po këtë bën policia. E bëjnë, po të kemë vullnet e bëjnë. Jo, Spaku. Të gjithë e bëjnë. Ka Spaku. E bën edhe Spaku. Po do të jemi në rregull me procedurat. E bën, edhe me procedurat e gjitha. Shkon dhe arreston atë policin, atë zyrtarin e policisë. Dëgjoj, zoti Qafoku, atë zyrtarin e policisë nuk zbaton ligjin, shkon dhe arreston për mos zbatim ligji. E ky Spaku i ka të gjithë drejtat dhe atributet për ta bërë këtë gjë. Këtë po kërkojmë. Jo, problemi nuk po kërkojmë njëri të bëjë gjueti ndaj Spakut, po kërkojmë të bëjmë gjueti ndaj hajdutëve të buxhetit shtetit. Okej, kush ka vjedh para, ti kam një pyetje. Zoti Klliçi, si u ndjet momentin kur pat Erion Velien që u arrestua? U lumturuat, u kënaqet? Jo, nuk lumturohen për askënd. Që shkon në burg. Ta them sinqerisht apo ta them. Ka qenë aksioni politik? Patjetër. Por në aspektin personal kërkujt nuk i uroj burgun, sepse sigurisht burgu është diçka shumë e rëndë. Një bashkëmoshatari im sot, Ervin Saliani, është në burg për një kallëzim të pakryer. Edhe është Saliani, te Erion Velien, dhe edhe nga njerëz që kam takuar, edhe nga shumë njerëz, sigurisht kjo nuk është një eksperiencë e lehtë. Në aspektin personal nuk ka pas asnjë lloj kënaqësie. Sa kanë hapur shampanjë aty në PD, ë? Askush nuk ka hap shampanjë. Kanë hap shampanjë PS. Në Instagram. Jo. Se PS kanë hap shampanjë, se këtë se di. Po patjetër PS. Kanë hapur, po patjetër. Kanë hap shampanjë. Nga zyra përball, Erion Velie që është ministri i infrastrukturës, Belinda Balluku. Ka hapur shampanjë Belinda Balluku? Po sigurisht, nuk ka njeri që nuk e di. Jo, un kisha parë te PD, se doli në Instagram. Ma trego. Ua, aman të më ndihmoj regjia. Regjia patjetër. Kush janë që ka pas një vajzë e re në stafin e forumit rinor të Partisë Demokratike ka shampanjë. Jo. Nuk e kam parë një herë dhe në Instagram. Mundet qofse më ndihmon regjia, okay. Shumë kurioz ta shoh, është era e parë që e dëgjoj. Po. Është e vërtetë që janë hedhur këngë valle, është kënduar para 313-s, para ambienteve të izolimit kur është shoqëruar Veliaj, po nga njerëz shoqërisë civile, jo nga njerëz Partisë Demokratike. Dhe është e vërtetë që është trajtuar si asnjë rast tjetër ka patur festë. Po, kjo është sa kjo është shoqëri civile. Por nuk ka patur PD-ja. Do të thënë që Belinda Balluku ka hapur shishen e shampanjë dhe kanë kërcyer në Ministrinë e Infrastrukturës. Po festë, këtë e di. Festë? Jo e din gjithë, si e din gjithë. Po ka njëri që nuk i di këtë, vetëm ju po i mësoni sot? Po pse vetëm Belinda Balluku, po pse pak se jeni duke thënë Edi Rama është lumturuar? Po Edi Rama ka 2 muaj që bën show, Edi Rama bëri sigur këtu nga Shkodra, sigur nuk e dinte çfarë po ndodhte. E nuk e hapte telefonin, e din gjithë që ky e merrte nuk e hapte Edi Rama. Ose ka njëri që nuk i di këto? Pse vetëm unë po ja u them për herë të parë, nuk i dini ju këto? Jo, këto për herë të parë. Të shohun e Edi Ramës që e nisi gjasme duke i rënë Spakut, e nisi duke marrë mbrojtje, pastaj tha Spakut vazhdoi të bëj vetëm. Këto e ka akuzat. Spakut vazhdoi të bëj punën e kushdo që ka shkelur ligjin etj. Po pse më ka njëri që nuk i di këto? Që Edi Rama ka dhënë dakursinë që ai shkoi brenda, këto e di çdo njeri. Jo, kjo që ju keni thoni që Belinda Balluku ka hedhur valle, duhet vërtetuar, ë? Po patjetër mos ajo e ka dhe në traditë edhe në natyrë se ju edhe në hapjen e fushatës e pat që hidhin valle kërcenin se aq din të bëjnë sot tallavaj ofrojnë shqiptarëve dhe shfaqje bajate. Kanë 3 mandate dhe shfaqje bajate që vjedhin. Kanë 3 mandate shumë e vërtetë ajo që ju thoni që vjedhin, që marrin taksat e qytetarëve, që i bëjnë rrushe kumblla lekët e shqiptarëve, që hedhin valle me rip Hermes 1200 euro. Që se e patë edhe këtë, apo jo? Po si se ishte live më? E pra, e vërtet është edhe kjo që po ju them. Se gjitha që po ju them janë vërtet. Po pse i votojnë? Që paguajnë 10.000 euro në muaj për të larë makinën. Ore pse i votojnë mua? Ata janë me vot në pushtet. Për të bërë lavazh makine, janë me vot. 10.000 euro në muaj paguan. Po, ka dalë media, po. Janë publike. Janë me vot në pushtet. Të gjitha këto, jo nuk janë me vot, janë me vot të vjedhur. Janë me vot të vjedhur të faktuar 4-cipërisht kjo që po ju them unë juve. Edhe në zgjedhjet e kaluara, ka 2 kapërcime, edhe në 2023, edhe më mbrapa. Të gjitha këto rezultate elektorale janë me vot të vjedhur. Po mos i lini ju. Pa program, pa asgjë. Po mos i lini ju. Po patjetër më është detyre jona e para, por mos harroni se çfarë maskarade dhe çfarë turpi ka ndodhur në këtë vend.
edhe çfarë palo ambasadorësh ka patur ky vend. Që kanë dalë, kanë përshëndetur, pa dalë akoma Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një politikan modern. Jo që më shkon, po më shkon shumë. I arsimuar, diplomuar në Amerikë. Pikërisht jam, po unë jam pa shkollë. Unë jam pa shkollë, si jam i diplomuar. Të gjithë ata që sulmojnë zoti Kliçi, do të bëj unë një sqarim. Ja, vetëm pak. Sulmet të mëdha zoti Kliçi ja bëjnë aty ku ai ka armën më të fortë në fakt, te diplomimi. Nuk ka profesoresh të Harry Fulc që të mos i ketë vënë 10 të merituar Belind Kliçit dhe universiteti që ai ka që është diplomuar në Maryland në Shtetet Bashkuara të Amerikës është nga më të kuotuarit atje, po nuk është kjo pika e dobët e Belind Kliçit, se unë as kisha ndërmend as të pyesja, po me që ndeze këtë jo, këtë e ke pikë të fortë, nuk ka, por pyetja ime është e para njëherë se më shkruajnë aty, ore, do e pyesësh për diplomën, ç'a don patjetër. Ja para, unë ja u thash pra. T'ja u sjell të kënaqen që t'ja u bërë. Ai ka aty me veten. Ç'o dikujt të ta, se kam publike, futun Google Belind Kliçi, kam bërë publike, kam dalë me madje, kam bërë ftesë publike, ish rivalit tim atëherë. Kam nxjerr dëftesat nga klasa e parë, se i kam ruajtur gjitha, deri në semestrin e fundit. Notat të universitetit. U thash profesoresha dhe profesorët të universitetit, nga klasa e parë deri nga klasa e parë i kam bërë vetes. Zoti Kapedani më ka folur jashtëzakonisht mirë për nivelin tënd. Po, siç është vërtet se drejtor për fat vazhdon është akoma drejtor ndjenin time po, duhet jetë. Profesor, se unë kam mik vjetër. Por jo vetëm drejtori i shkollës, po janë gjithë mësuesit e mi. Po pra, e thash pra. Që nga fillorja e në gjimnas që e njohin se kush Belindin njohin në rrënjë dhe mba. Për të hedhur bajt, për të linquar. Po jo, për çfarë ndodhi? Ose s'kan ku m'kapin, çfarë do thonë për Belindin? Çfarë kam vjedhur? Ku ti kam bërë dëm? Ku ti kam fut durët në xhepun? Ke frikë që kur ti je në pushtet? Kë kam cënuar në jetën time. Ke frikë që kur ti je në pushtet mund të kthehet e gjitha kjo në dëmin tënd? Zero. Sepse nuk jam si këta. Jam lindur e rritur në një familje qytetare të Tiranës. Jam lindur e rritur në një familje normale. Që e lindur e rritur në qytetar gjë shumë e mirë, por nuk të bën kjo. Me shumë përgjegjësi. Prindrit e mi kanë edukuar që fëmijë që pa diskutim duhet të jem vlerë në shoqëri. Duhet respektoj, duhet kem frikë ligjin. Unë jam njëri që kam frikë ligjin, zoti Qafoku. Nuk e sfidoj ligjin. Të jemi shumë të qartë dhe nuk kam një problem. Mbyll çështja atje për këtë diplomë që ishte dhe jo, vazhdojnë, nuk ndjenin time jo, imagjinoni, e kam bërë da jetë beqiri, jo, vion të jetë çështja e pambyllur ende. Po pse? Pres të shoh, nuk e di. S'kam informacion. Nuk e di, duhet kem informacion, duhet ta shoh. Po se ju thirrën dhe ju. Unë jam një njerëz që e kam frikë ligjin dhe nuk kam frikë t'ja u them këtë. Kjo duhet jetë madje vlerë që një qytetar, një politikan duhet ketë frikë nga ligji. Jam një njerëz që në jetën time mund të kem vetëm një gjop parkimi. Nuk kam asnjë shkelje. Asnjë shkelje tjetër. Sa gjoba parkimi ke? Kjo ka qenë arsyeja që dhe ambasador të diskredituar nuk më kanë bërë dot presion. Kur na tregoi Bari, kur na tregoi që nuk duhet mbështesnim kë donim ne në Partinë Demokratike, kur na tregoi që ishim naiv edhe ishim të vegjël edhe nuk kuptonim ne nga politika dhe kuptonim këta palo ambasador, që ta dish këtë, këta palo ambasador. Dhe Yuri Kimi është palo ambasadore? Dhe që të vazhdoj në logjikën që po ju thoja, Belindi nuk do të jetë kurrë, nuk është dhe nuk do të jetë kurrë si këta që keni parë. Unë për veten time do të hy me faqe të bardhë nëse vjen një ditë në qeverisje, do të jem pjesë e qeverisjes dhe do të dal me faqe të bardhë. Do eci në këmbë siç eci në rrugët e Tiranës, do dal i pashoqëruar nga bodyguard, i pashoqëruar nga roje se nuk kam nevojë. Sepse jam njeri i lirë dhe dua të mbetem njeri i lirë. Kjo është arsyeja se pse unë kam udhëhequr gjithë këtë betejë kundër korrupsionit, me denoncime konkrete, sepse nuk kam ndërmend kurrë të bëj asgjë të përbashkët me çfarë kanë bërë këta njerëz që janë sot në pushtet. Dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë një qasje që duhet të ketë çdo politikan. Ja, okay, se the 7 përgjigje për 7 pyetje që unë një pyetje bëra. Po me që kishim 4 vite pa u parë dhe ka shumë kuriozitet. Tani, ke bërë, se unë do kthem prapë te kjo me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ke bërë një deklaratë një ditë Belind që më çudite. Po. Erdhi Kris Lacivitas. Po. Dhe ju thatë që Erion Velia në arresoi Edi Rama sepse donte të sfumonte lajmin, po, donte të sfumonte lajmin. Sot të vjen për të qeshur apo të kafshosh buzën? Po shiko, arrestimi i Erion Veliait ka ndodhur 2 orë pasi Krisi ka nënshkruar publikisht marrëveshjen me Partinë Demokratike. Po mos ishte live. Dhe ka qenë live. Ishte live në të gjitha mediat. Patjetër. Dhe e gjithë vëmendja e publikut u zhvendos, u hoq nga ai lajm që ishte krye lajm. U zhvendos ke arresti i kryebashkiakut,
mediat kombëtare dhe mediat e kontrolluara nga majoranca. Nuk po them Altin Dumanin. Po se ai firmos. Nuk firmos Altin Dumani, nuk firmos Ojsedado, ekzekutimin e bën policia e shtetit e bën tjerë. Jo, ata firmosin urdhër arrestin e marrin gjykatë, pastaj e kalojnë te policia. Që të jemi të qartë.